Krishti unë gjallë. Sot do të flasim një temë që ndoshta e kemi prekur dhe herë tjera, por na intereson gjithmonë. Do të flasim për fallin, spiritizmin, mediumet, neokromacia. Njerëzit janë shumë të interesuar për të njohur të ardhmen e tyre, sepse i trembet tashmja, por aq më tepër dhe e ardhmja. Kështu që në vend që njerëzit të kërkojnë ndihmën e Perëndis dhe ta vendosin veten e tyre në providencën hyjnore, duke mos ia besuar Perëndis veten e tyre, ata përpiqen me forma alternative të gjejnë të ardhmen, sepse mendojnë se duke e ditur të ardhmen, duke e parë të ardhmen, ata do dinë si ta përballojnë të ardhmen. Por duhet dini gjë, e ardhmja është privilegj vetëm i Zotit, sepse vetëm Zoti është përtej kohës dhe hapësirës, dhe duke qenë përtej kohës dhe hapësirës, vetëm Zoti e di të ardhmen. Çdo kush që pretendon si njeri, por madje edhe si angjëll, që di të ardhmen, pa ja zbuluar Perëndia, është gënjeshtar. Ose është një demon, pra është një frymë gënjeshtare, ose është një njeri mashtrues. Kështu që duhet pasur kujdes kur neve jo vetëm pretendojmë për ta njohur të ardhmen vet, por dhe kur shkojmë tek njerëz të tjerë, të cilët thonë që unë di të zbuloj të ardhmen me anë të fallit, me anë të spiritizmit ose mediumeve, ose nekromacia që është fjalimi me shpirtat e vdekurve, duhet dini se këtu kemi një gënjeshtër të madhe. Dhe kush e instrumentalizon gënjeshtrën e madhe? E instrumentalizon ai që quhet babai i gënjeshtrës, që është djalli. Djalli, ky babai i gënjeshtrës, përdor kërshërinë e njerëzve për të njohur të ardhmen, që ai ti mashtroj njerëzit edhe ti fusja në rrethin vicioz, por jo thjesht vetëm, por djalli këtë bën me shërbëtorët e tij, me demonët, që janë angjëj të rënë, që shfaqen në forma të ndryshme, por dhe me njerëzit, të cilët ju shërbejnë demonëve me dashje ose pa dashje, ose si quhen në gjuhën tonë, mashtrues të mashtruar. Dhe sot pra do të flasim për këta mashtrues të mashtruar, të cilët pretendojnë si njerëz që dinë të ardhmen. Këta quhen fallxhor në atë frazeologjinë popullore, dhe me fan të fallit, këta pretendojnë se gjejnë të ardhmen, por jo vetëm që nuk e gjejnë të ardhmen, por shkatrojnë mendërisht, shpirtërisht dhe ekonomikisht njerëzit, sepse njerëzit ju besojnë atyre dhe për të gjetur të ardhmen dhe pagojnë. Pra është një lloj biznesi kjo punë dhe ka, si thash, pasojat e veta. Lind pyetja. Djalli i cili ka këta shërbëtorët e tij mund ta di të ardhmen? Tham që vetë Zoti dhe Perëndis askush nuk mund ta di të ardhmen vetëm atyre që Zoti ja zbulon të ardhmen. Kështu që djalli babai i gënjeshtër, demonët që janë angjëj të rënë, por dhe mashtruesit të mashtruar dhe fallxhorët kur nuk mund të gjejnë të ardhmen. Por gjithmonë ata bëjnë lojra mashtrimi të njerëzve të cilët janë naiv, të paditur dhe nuk dinë se ku shkojnë, si të verbrit që udhëheqin të verbrit. Por ndonjëherë që kur shkojmë te një fallxhor dhe hedhim fallet ndryshme, për shembull fall me letra, fall duke parë dorë, fall me filxhan, dhe ka forma nga më ndryshme fallesh, shikojmë që na thuhet diçka sikur është e vërtet. Dhe themi ja, vajta tek filani, holla fall, mpa filxhanin, mpa dorën, hodhi letrat, dhe më doli ajo çfarë thotë. Për shembull, i tha që do të ndodhi një aksident tek një afërm i yt, ose parashikoi diçka tjetër, se do bëhet një krim, dhe ashtu ndodhi, dhe ose do të vi dikush në shtëpinë tënde. Dhe normalisht lind pyetja, ore këta njerëz nga i gjetën që do bëjnë një aksident, për shembull dorëzoi një avion në fluturim, ose dikush do bënte një krim dhe tha përpara, ose dikush do të vi për vizitë në shtëpinë tënde. A është kjo e vërtet? Patjetër që këto janë ngjarje që ndodhin. Por si parashikojmë këto?
Do dini se djalli dhe demonët janë frymëra të cilët vërtiten rreth tokës dhe ata dinë se çfarë ndodh rreth nesh. Ata nuk kanë trupa fizik siç kemi neve, por janë vetëm trupa ajror dhe lëvizin shumë shpejt, nuk kanë kufi dhe shkojnë tek këta fallxhorët që janë mashtrues të mashtruar dhe i inspirojnë ata ose drejt për së drejti ose me anë të zërave që ata ndjejnë, inspirojnë për të thënë disa gjëra. Për shembull, demonët e dinë që një avion, i cili sot janë me mira që fluturojnë, ka një problem në atë aparaturat e tij dhe rrezikon të rrëzohet. Dhe ndodh vërtet që filan avion rrëzohet, sepse ata e kanë parë që avioni ka një problem. Dhe me anë të këtij problemi, sipas edhe përvojës, dihet që ai do rrëzohet në ajër. Pra këtu nuk kemi një parashikim, kemi një konstatim. Po meqense ne nuk jemi prezent në atë vendin aty, ku na thuhet kjo dhe ne mësojmë pak më vonë, kjo na duket si parashikim. Ose thuhet që dikush do vrasë dikë, sepse ata e dinë se një person ka një mendje të keqe, është nisur për të vrarë një person tjetër. Dhe krimi ndodh. Sepse dhe vetë ata frymëzojnë njerëzit për të bërë krime. Ose ata dinë që një person, një mik i familjes son, për të na bërë një surprizë, është nisur nga një vend i largët, për shembull nisur nga bari për të ardhur në Durrës dhe ai e di që pas sa vjen tragedi, mbas një dite do vi tragedi. Dhe thonë mbas një dite do të vi një person në shtëpi tënde, një njeri i afërt. Pra ata kanë parë që ai ka hyrë në tragedi, është nisur, parashikohet koha dhe na ndodh ngjarja. Pra këtu nuk kemi parashikim, por janë ngjarje që ndodhin, që ata i shikojnë në botë dhe inspirojnë fallxhorët dhe fallxhorët ja thonë atyre që shkojnë për të kërkuar ndihmë te fallxhorët. Dhe këtu krijohet alibia, sikur fallxhorët janë duke parashikuar të vërtetën. Prandaj duhet të bëjmë shumë kujdes, është një mashtrim shumë i madh. Por ndodh një çudi që kur me lejen e Perëndis ngjarjet shkojnë në një drejtim tjetër, fallxhori nuk i del. Për shembull, vërtet një avion rrezikon të rrëzohet, por desh Zoti, ndërhyrja njerëzore, ndihma që jepet, avioni nuk rrëzohet ose njerëzit shpëtojnë. Ose dikush shkon për të bërë një krim, siç tham, por ai pendohet, Zoti ndërhyn, ose i ndodh diçka dhe ai nuk e kryen atë. Ose është nisur miku për të ardhur në shtëpinë tonë, por mjeti i tij për të ardhur është prishur ose është vonuar. Pra, shikojmë që këtu gjërat ndryshojnë. Atëherë, pra kemi një ndërhyrje në këto ngjarje që edhe pse djalli e parashikoi dhe ata vallxhorit, ato prap nuk ndodhin. Por ku bie, si të them, gjithë ajo miti i fallxhorëve, sa ata thonë të vërtetën, që shumë njerëz i miklojnë dhe i gënjejnë. Në qoftë se fallxhorët do dinin të vërtetën, gjën e parë që do bënin fallxhorët do të ishte të gjenin ato numrat e serisë të llotove që hidhen lloto me me fitime shumë dha. Po ja pra që nuk i gjejnë. Sepse po të ishin kaq që kishin kaq inteligjencë për të njohur të ardhmen, gjëra që s'ndodhin, pse nuk e gjejnë këto? Dhe ato ishin bërë milioner e miliarder, po ja që kjo nuk ndodh. Pra, duhet bëjmë kujdes dhe e themi gjithë këtë për të kuptuar çfarë ndodh në atë që ne nuk shikojmë dot, në atë skenarin e padukshëm, që fatkeqësisht njerëzit duke mos e vënë mendje në punë, bien pre e këtyre mashtruesve të mashtruar. Le të flasim për disa lloje fallesh. Kemi një lloj falli që është klasik me letra. Është përdorur që në kohët e vjetra, që në kohën romake, dhe romakët ishin disa tabela, s'kishin letra, po kishin disa tabela prej drase ose prej bronzi me disa figura dhe i përdonin për lloj fallesh. Por letrat që kemi sot, që i përdorim neve, janë në shekullin e 8 dhe janë me prejardhje arabe. Dhe këto letra i kanë përdorur fallxhorët dhe kanë vendosur ata simbolikat e tyre, për shembull shtata e kuqe shikohet si e dashurisë, 10 realizimi i dëshirave, 10 spathi është një letër e mbar, pra ata vetë fallxhorët, jo se letra ka në një fuqi magjike, por ata kanë vendosur simbolikat e tyre dhe kështu krijojnë atë fabull duke hedhur letrat. Dhe njerëzit shkojnë edhe hedhin letra, ose te fallxhorët, ose mësojnë vetë, duke i parë këto letra si faciece, dhe mendojnë se aty do të gjejnë të ardhmen e tyre ose zgjidhjen e problemit.
Por duhet kenë kujdes, thjesht këto janë mite të krijuar nga njerëzit ose janë fabula ose janë sajesa që i bëjnë njerëzit dhe gënjej të tjerë gënjejnë edhe veten e tyre. Thuhet që në 52 letrat janë 52 demonë. Prandaj kujdes me fallin me letra, nuk zgjidh asgjë, është një mashtrim. Dhe unë do t'ja u sqaroj ndonjëherë pse na ndodh ajo çfarë na thon edhe fallxorët edhe me letra ose me diçka tjetër. Përveç asaj që janë gjëra që janë duke ndodhur dhe demonët ja u thon fallxorëve dhe fallxorët ja thon atyre që shkojnë, ndodhe diçka tjetër. Kur neve shkojmë te një fallxor dhe ai na thot diçka dhe ne besojmë në atë çfarë thot ai, atëherë ndodh një skenar tjetër i padukshëm. Në momentin që një person nuk shkon te Zoti dhe nuk shkon t'i kërkoj Zotit në providencën hyjnore sigurimin për të nesërmen ose zgjidhjen e problemit, po shkon tek fallxorët dhe shërbëtorët e djallit, Zoti largohet, sepse Zoti nuk rreget me njeriu, nuk e imponon njeriu. Atëherë hyn në lojë skenari i demonëve të padukshëm, që me lejen e Perëndis bëjnë që jeta jon t'i përshtatet asaj çfarë na tha fallxori. Dhe kjo bëhet që ata na fusin në rrethin vicioz që ne të besojmë se ja ato çfarë na tha, ato na ndodhen. Pra ata në mënyrë të padukshme e kanë rrotulluar jetën tonë në këtë mënyrë që neve të besojmë. Për shembull, na thonë, do shkosh në shtëpi do gjesh një njerëz të smur. Dhe vërtet ti e dëgjon atë, e beson dhe shkon gjen një njerëz të afërt, gjen prindin ose diçka bashortin ose një fëmijë të smur. Pse ndodh kjo? Sepse djalli me që personi prindi ka hequr sigurinë nga Perëndia, atëherë djalli merr të drejta me fëmijët dhe shkon smur fëmijën që të besoj prindi që vajti te fallxori ose bashorti ose për bashortë. A kuptoni çfarë ndodh? Pra është një lojë dhe neve na ndodh skenari ashtu siç e besojmë. Por prap këtu nuk kemi asnjëherë të njohim të ardhmen, por kemi një truk. Kemi një rast tjetër që frymrat demoniake përdorin për të hedhur fall, falli që është falli popullor i rëndom me filxhan. Pra, kjo është diçka që njerëzit e kanë bërë prej shekujsh, që kur ka dalë kafeja dhe kanë shpikur që të shikojnë fallin me filxhan sipas figurave që le ajo si kafeja, mbetja e kafes, dhe hedhin përmbys dhe pastaj aty dalin disa figura të rastësishme dhe dikush pretendon se nëpërmjet këtyre figurave që ai ja vë emrat si doj, ai të gjen në falbulën e jetës tënde atë çfarë është duke të ka ndodhur, do të ndodhi edhe më vonë. Kështu që shumë njerëz kanë qenë shumë të fiksuar me filxhanin, sidomos gjatë kohës së ateizëm komunizmit, ishte diçkaja që u tolerua nga ateizmi komunizmi, ishte kundër çdo gjëje si them bestudnie, por dhe falli, por filxhanin në farë mënyre e toleronin dhe unë di që pothuajse në gjithë shpirt shikoi filxhanin. Dhe transmetoi nga brezi në brez. Por edhe me filxhanin kemi prap një mashtrim. Është ajo çfarë ju thash më përpara që bëhet me letrat ose bëhet me dorën ose diçka tjetër. Sot me zhvillimin e teknologjisë kam dëgjuar dhe kjo është shumë e vërtet se ka hyrë një lloj falli me chat GDP-n, ku shkojnë njerëzit dhe pinë kafe, fotografojnë, e çojnë në internet dhe me anë të inteligjencës artificiale të jepen ato si them të jepet falli yt ose e ardhmja jote. Dhe ata që e kanë praktikuar këtë thonë që na i gjeti inteligjenca artificiale. Shikoni sa qesharake kthehet situata tash. Është diçka që po bëhet trendi dhe diçka që njerëzit po i shqetësojnë nga dita në ditë sepse kjo hapet si ajo si them si një lloj epidemie ku njerëzit ore bëra unë ta bëj dhe unë dikush për këshëri, pastaj dikush beson etj. Çfarë ndodh tani me inteligjencën artificiale? Nuk po flasim tash as për demon, po flasim as për njerëz, po flasim për teknologji, për kompjuter. Që ty të jep disa gjëra që të dalin të vërteta. Të dini se inteligjenca artificiale ka mbledhur gjithë ato çfarë kanë shkruar dhe ka folur fallxorët pra gjatë shekujve dhe i ka mbledhur në memorien e vet. Kështu që të flet me logjikën e tyre. Kuptoni? Pra nuk është diçka e re.
Por, fallxorët përdorin një lloj strategjie që përdor dhe inteligjenca artificiale. Thonë gjëra të përgjithshme. Për shembull, kur shkon te një fallxor, thonë, ke një problem. Ka njëri që s'ka një problem në këtë jetë? Ke një të smur në shtëpi, në të afërmit e tu. Ke një mërzitje ose ke diçka në punën tënde. Pra, gjëra të përgjithshme. Kështu dhe inteligjenca artificiale thot gjëra të përgjithshme që gjithë neve në jetën tonë pak a shumë i kemi. Dhe neve tani besojmë se me anti-inteligjencë artificiale, kjo është dhe shkencore tashmë, ne mund ta gjejmë të ardhmen tonë tek filxhani. Shiko sa primitivitet. Pra, të pretendosh se rënja e kafes në mënyrë rastësore te filxhani të tregon të ardhmen tënde. Dhe këtë ta gjen dhe inteligjenca artificiale, kjo është marzia më e madhe që unë kam dëgjuar, po ja që njerëzit po e besojnë dhe po e praktikojnë dhe duket edhe shkencore kjo. Madje ka disa që kur erdhin filxhani bëjnë dhe kryqin sipër, dhe këtë e bëjnë për të futur brenda dhe të krishterët. Pra, kjo është diçka fetare, është për të gjithë fetë, edhe musliman dhe krishterë, dhe tani është edhe shkencore dhe bëhet edhe si trendi kjo, sepse duhet të eci me hapin e kohës, me teknologjinë. Pra, shikoni sa në mënyrë të gabuar arsyetojnë njerëzit dhe sa tallen me veten dhe qesharake është se inteligjenca artificiale po nxjerr jashtë pune edhe fallxorët tash, siç po nxjerr edhe në shumë profile të tjera. Pra do kemi edhe një konflikt ndërmjet fallxorëve dhe inteligjencës artificiale. Por edhe te inteligjenca artificiale është i njëjti parim që përdorin fallxorët. Kështu që mos u robroni për ata që na dëgjojnë dhe na shikojnë që nga kjo inteligjencë artificiale, se dhe kjo është një mashtrim i madh. Varet se si e përdor inteligjencën artificiale, që e ka benefitet e saja, po ka dhe të këqijat e saja. Por le të flasim edhe për diçka tjetër, le të flasim për fallin që bëjnë njerëzit duke komunikuar, jo fallin, por lajme që marrin duke komunikuar me të vdekut. Ky quhet me medium. Që në lashtësi njerëzit kanë pasur dëshirë për të lidhur me shpirtrat e të vdekurve. Me njerëzit e tyre të afër, ka qenë prindër, ka qenë bashortë, fëmijë, dhe vdekja është një ndarje nga syt. Dhe njeriu do t'i ketë në sy t'i shikojë njerëzit e tij të afërt. Prandaj bëjmë edhe fotografi, prandaj kemi edhe ato kujtimet e gjitha. Por njerëzit kanë pasur dëshirë dhe të flasin. Zakonisht e folura me shpirtrat e të vdekurve është e pamundur, por ne mund të flasim me ata në mënyrë konvencionale me anë të ëndrave. Për shembull, shikojmë në ëndër shpirtin e babait, e nënës ose e dikujt tjetër që na flet. Ëndrat, jo të gjitha, por disa ëndra janë të vërteta. Dhe ëndra shikojnë si telefonata që vijnë nga bota e përtejme. Prandaj edhe ata që janë skeptik, ateist ose nuk besojnë në botën e përtejme, një pikpyetje do ta kenë, nga se vijnë ëndrat. Si më foli dikush mua që është larguar nga kjo jetë, ka vdekur, edhe tani nuk është fizikisht, po janë ëndër më thanë gjë që ajo është reale, që ka ndodhur, Pra, atëre këta nuk janë inekzistent. Këta ekzistojnë në një botë tjetër, në një dimension tjetër dhe vinë flasin me neve me anë të ëndrave. Por le të flasim tani për atë tjetrën, pretendimi për të biseduar me shpirtrat e të fjeturve, që neokromacia quhet, ose spiritizmi dhe gjitha. Kjo është përdorur që në lashtësi, që në babilonezët, egjiptasit, grekët, romakët, ilirët, e kanë përdorur, pra gjithë paganët kanë pretenduar që kanë folur me shpirtrat e të vdekurve. Kjo lloj metode është ndaluar kategorikisht në dhjetën e vjetër tek populli i Izraelit. Shikoni çfarë i tha Zoti popullit Izraelit, i cili jetoi në Egjipt, i skllavëruar, pastaj shkoi në tokën e premtuar. Në ligjin e përtrir thuhet: "Let mos gjenden ndokush tek ju që thërras shpirtrat e të vdekurve, ose demonët, ose të kërkoj të vërteta prej të vdekurve, sepse gjithë këto janë të urryera përpara Perëndis." Duhet dim që kur vdes dikush, ndahet shpirti nga trupi, ndodh ky fenomen. Trupi shkon në dhe, se nga dheu është marrë. Kurse shpirti që është vetë njeriu i futur brenda këtij trupi, pra si shfutet shoferi brenda një makine, shkon në një dimension tjetër, në dimensionin shpirtëror. Shpirti nuk është fizik, prandaj nuk shikohet kur del nga trupi. Dhe syt tan fizik, ne kemi sy fizik.
shikojmë vetëm gjëra fizike. Por edhe gjërat fizike ne nuk i shikojmë, sepse këtu ka gjëra fizike që ne nuk i shikojmë, siç janë edhe valët për shembull e telefonit ose molekulat ose mikrobet që ne nuk i shikojmë. Por ka edhe gjëra metafizike që syri nuk i shikon. Pra shpirti është metafizik. Dhe prandaj ne nuk e shikojmë. Por shpirti shkon në botën shpirtërore, ku shikon, dëgjon dimensionin tjetër. Duhet dim se kur shpirti ndahet nga trupi nuk qarkullon në eter, pra nuk ka fantazma, por shpirti shkon o tek Zoti, rinë në mbretërinë e Zotit në parajs, dhe pret ardhin e dytë të Krishtit, ku shkoj te trupi që ka lënë këtu në tokë, për të ngjallur, ose shkon në botën e nëndeshme, në hat, që është nën tokë, dhe është i burgosur nga demonët. Nuk qarkullojnë shpirtrat njerëzor në eter. Prandaj, çdo pretendim se pash një fantazëm ose mu shfaq dikush me si shpirti filanit, është një gënjeshtër e madhe. Aq më tepër kur pretendojnë këta mediumët, spiritistët, që flasin me shpirtrat e të fjeturve ose të vdekurve dhe i thrasin për të komunikuar me të afërmit e tyre. Kjo është një gënjeshtër shumë e madhe, por këtu çfarë ndodh? Futen në lojë demonët. Demonët, të cilët mashtrojnë fallxhorët, dhe fallxhorët mashtrojnë të mashtruarit, mashtrojnë dhe me formën e shpirtrave të fjeturve. Demonët janë shpirtra, janë frymra, të cilët marrin trajta nga më të ndryshme dhe lozin me psiqikën tonë. Dhe kështu, kur shkon dikush te një medium dhe kërkon që dua të flas me shpirtin e prindit ose të afërmit tim, ose të burrit ose të gruas ose të fëmijës, demonët, sipas ritualit që ndodh aty, shfaqen në formën e atij shpirti, që është atij personi që është larguar, me zërin e atyre, dhe ti mendon se e duke folur me atë. Por, në të vërtet, ti je duke folur me një demon, i cili të tregon ty jetën tënde, që ke pasur me atë person. Sepse demonët e dinë se çfarë marrëdhënie ke pasur me atë person para se të diste, me burrin, me gruan, me prindin, me fëmijën. Dhe tregojnë ngjarje që ti ke kaluar dhe ti të bëhet e besueshme shfaqja e tyre. Thotë, ja, ky më njeh sepse ky është baba im, kjo është nëna ime, ky është fëmia im, se më thotë gjëra të cilat ne i kemi kaluar. Madje të thotë dhe gjëra që duhet ndodhin, siç ne tham, ajo çfarë ndodh me fallin, por edhe me skenarin që ndodh ajo çfarë ne besojmë, dhe kështu biem pre. Po duhet kemi kujdes. Shfaqja me e këtyre shpirtrave shumë demoniake, dhe kjo krijon probleme tek ata vetë që i bëjnë, pra mediumët, që janë njerëz me probleme psiqike dhe njerëz me neuroza, me esteri, me mani, sepse ata hynë drejt për drejt në kontakt me demonët. Dhe janë si magjistarët të cilët vuajnë nga vetë demonët. Shikoni se si janë shprehur njerëz të cilët janë marrë me këto studime. Për shembull, dikush ka thënë se gjithmonë mediumet shfaqin shenja epileptike, esterike, kriza nervore të dëshme që i çonin në mani esterike. Vetë mediumet duke ngatruar në këtë lojë të djallit pësojnë të parët, pastaj pësojnë dhe ata tjerë që shkojnë dhe kërkojnë ndihmën e tyre. Kështu që duhet pasur shumë kujdes, sepse këto janë fenomene diabolike, nuk janë lojra, dhe prandaj ai që merret me këto punë, jo vetëm thjesht po bën një argëtim, po merr një informacion, por ka hyrë në një valle që nuk del dot më. Dikush tjetër thot, fenomeni i spiritizmit nuk ka bazë shkencore dhe janë prodhime mashtrime dhe iluzione. Sepse këta mediumët kërkojnë të nxjerrin këto dhe si fakte shkencore e tjera, por të gjitha janë gënjeshtra të mëdha. Katia Fox bëri një poim të trisht. Spiritizmi është nga fillimi deri në fund një mashtrim, është mashtrimi më i madh i shekullit. I themi gjitha këto se do thoni juve, po neve se jemi marrë njëherë me këto gjëra. Dakord, shumë mirë që se jemi marrë. Por ja që mund merr, mund na thot dikush. Dhe ne mund biem prej këtij mashtrimi. Ose fëmijët tan, ose të afërmit tan. Dhe duke parë këto, mund t'i shikosh dhe në televizor, në media, o mund t'i lexosh, dhe të hyn këshëria që ta provosh. Prandaj duhet pasur kujdes, nuk duhet hyrë në këto valle demoniake, në këto kurthe demoniake, sepse po hyrë atje, pastaj është vështirë dhe të dalësh.
dhe duhet patjetër që të pendohesh, të rrëfesh, të kërkosh ndihmën e Zotit, por ka dhe koston e vet. Djalli nuk i le kollaj viktimat e tij. Është si puna e tij peshkatarit, që kur i ka rënë peshku në rrjet, probabiliteti që peshku dal nga rrjeta është shumë pak. Në një mrekulli që të kërcej. Në shumicën e rasteve gjithë peshqit mbeten në rrjet. Kështu që aq më tepër ti të kapesh në rrjetën e djallit, në këto të fallit, të spiritizmit, që janë pjesë e magjisë dhe ti të dalësh prandaj. Aq më tepër kisha ortodokse jo vetëm i qorton besimtarët e vet, por ka dhe kanone që i dënon ata të krishterë që janë marrë me këto gjëra, edhe pse pendohen, i dënon në mënyrë pedagogjike që ata t'u vi keq dhe mos merren më me këto gjëra dhe të provojnë një lloj si qortimi për atë çfarë ka bërë, sepse vajtja tek këta persona është një tradhti që ne i bëjmë Krishtit, që është Zoti dhe shpëtimtari ynë, për kujdeses hyjnore, kishës dhe mësimeve të saj, mistereve të kishës. Dhe neve shkojmë i kërkojmë ndihmë djallit dhe kërkojmë solidaritet me djallin dhe me shërbëtorët e tij. Është një lloj tradhtie. Duhet dini se marrëdhënia e besimtarit me Zotin është një marrëdhënia besnike që duhet të ketë një grua me burrin e vet. Prandaj edhe Zoti quhet dhëndër, edhe besimtari në shpirt quhet nusja. Por ashtu si një grua nuk qëndron besnik burrit vet dhe shkon dhe të riqet nga komshiu ose nga dikush tjetër, e miqlon ai, e tjera, patjetër që kjo nxit xhelozin e burrit të ndershëm. Dhe kjo bën pastaj që të prishet edhe marrëdhënia bashkëtorë dhe të ndahet. E njëjta gjë ndodh me Zotin. Nëse ne hedhim syt tek demonët, tek metodat e tyre për të na mikluar, për të na tërhequr, që janë dhe lloje fallit, e spiritizmit e gjitha, patjetër ne bëjmë tradhti shpirtërore dhe kështu ndahemi nga Zoti. Hidhërojmë Zotin, por i bëjmë keq vetes tonë. Kjo ka kosto, sepse në këtë moment Krisht i ndar nga Krishti, mbi ty kanë marrë fuqi demonët dhe pastaj ata kontrollojnë psiqikën tënde, kontrollojnë fizikun tënd, kontrollojnë marrëdhëniet tona shoqërore dhe gjithçka ne jetojmë në këtë botë. Dhe kjo është arsyeja që njerëzit që kanë mbajtur te këta fallxhor aq më tepër të krishterë, jo vetëm kanë humbur qetësinë, por gjithë gjërat pastaj shkojnë mbrapsht. Dhe thonë çka kemi bërë? Po kanë bërë një gjë gabuar se kanë mbajtur tek djalli dhe patjetër nuk ka dalë mirë. Është sikur dikush shkoi në foljen e grencave dhe thot pastaj që më pickuan grenca dhe nuk më doli mirë. Duhet kemi kujdes që të heqim dorë nga të tilla gjëra, as edhe për kërshëri. Etrit e shenjtë na këshillojnë. As kuriozitet nuk duhet kesh. Pra, edhe kur dëgjon këtë gjëra thonë nuk dua ta di fare. Edhe kur dikush të nxjesi, po më hajde bëj, hidhe një herë filxhanin se s'ka një gjë, ose hidhe një herë letrat se s'ka një gjë. Ha më le ta shikosh një herë dorën se s'ka një gjë. Jo, mos i pranoni, se aqër sa tysh në valle. Dhe patjetër që nëse kemi bërë se të mëkatosh është njerëzore, nuk do të qëndrojmë atje. Patjetër nuk duhet shkojmë në kishë sikur s'ka ndodhur asgjë, kemi bërë një tradhti shpirtërore, kemi tradhuar Krishtin, duhet të pajtohemi me Krishtin. Si? Me anë të pendimit të rrëfimit. Duhet ta rrëfejmë këtë mëkat. Është mëkat i vdekshëm. Nuk duhet kungohesh nëse ti ke vajtur dhe ke hedhur fall. Vet ose me të tjerat, jo, nuk duhet shkosh kungohesh. Pa kryer misterin e pendim rrëfimit dhe pa marr faljen e atit të rrëfimit, nuk duhet shkosh të kungohesh, se bën mëkat. Sepse shkon me tradhti te Krishti. Dhe si kërkon që Krishti të t'i japi bekim? Jo, merr mallkim. Dhe vetëm kur thot ati rrëfys të shkosh të kungohesh, vetëm atëherë do ta bësh. Pra, s'do të bëjmë sikur s'ka ndodhur asgjë. Aq më tepër kur kemi marr pjesë në këto seancat e mediumëve ose në neokromaci, pra folja me shpirtin e vdekur, kjo është akoma më e rëndë dhe kemi nevojë për pendim, për rrëfim, kemi nevojë për të bërë lutje të veçanta, për të nxjerrë demonët që ne kanë hyrë brenda nesh, të cilët kanë marrë të drejta. I themi të gjitha këto se këto gjëra sot janë në mod, janë trendi, dhe pothuajse shumica e njerëzve po gabojnë, sepse edhe teknologjia na ka bërë të mundur, me anë të celularit mund të shikojmë çdo gjë, me anë të televizorit çdo gjë, pa kompjuterit çdo gjë, janë shumë të aksesueshme, fillojnë si lojë dhe pastaj përfundojnë në tragjedi. Falenderojmë Zotin që na i zbulon të vërtetat dhe kurthat e djallit nëpërmjet kishës
nëpërmjet etrave të kishës, nëpërmjet mësimit të katekizmit, që mos gabojmë, në qoftë se kemi gabuar të pendohemi, por t'u themi dhe tjerëve që mos gabojnë. Amin.